një shpjegim fantastik vëllezër rreth komponenteve të lutjes. Ai e kishte shpjeguar kështu, kishte thonë lutja ka shtylla, ka krah, ka shkaqe dhe ka kohra të caktuara. Thot nëse përputhet me shtyllat e saj, ajo fuqizohet. Nëse përputhet me krahët e saj, thot ajo shkon në qiell, fluturon në qiell. Nëse thot përputhet me shkaqet e saj, ajo triumfon. Nëse përputhet me kohrat e saj, thot ajo bëhet e suksesshme. Ka thonë shtyllat e saj, e para, ka thonë me qenë e pranishme zemra. Prania e zemrës vëllezër në lutje është element bazik, esencial, boshti korrizor i pranimit të lutjes. Sepse pejgamberi alayhis salam vëllezër çka ka thonë? Thot lutni Allahun duke qenë të bindur se Allahu po ju përgjigjet, edhe thot dini se Allahu azza wa jall nuk e pranon një lutje që del nga një zemër e shkujdesur, që është e shpërqendruar. Pastaj ka thonë, po ashtu ndjeshmëria, nënshtrimi, për ulësia. Ka thonë, lidhja e zemrës me Allahun edhe ka shkëpuqja nga çdo sebeb material. Çfarë do të thonë kjo? Me kuptu ti se nuk ki rrugdalje tjetër tek njerëzit. Nuk ki zgjidhje tek njerëzit. E ki vetëm prej Allahu xhalla xhelalu. Çdo gjë materiale i shkëput shpresat. Nga çdo gjë materiale. E lidh zemrën vetëm se me Allahun azza dhe e din se vetëm Allahu ka mundësi me ta dhona me t'i plotsu çato kërkesa, çato dëshira që i ke. Të në shtyllë ka thonë. Krahët e saj ka thonë është e vërtetësia, e seriozitet me lutë Allahun azza xhel. Edhe këtu e kishim shtu që përmendëm më herë bindjen e fuqishme. Bindjen e fuqishme se Allahu ka me të përgjigj. Pastaj ka thonë kohët e saj ka thonë është kohët e syfyrit para se me hy agimi. Koha ma e preferueshme vëllezër për lutje. Ka dhe kohra tjera, por s'ta keni parasysh se që kjo kohë është kohë e veçantë. Allahu për banorët e xhenetit çka thot? كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Thot ata thot natën shumë pak kanë flet. Në çka janë marrë me adhurim, edhe para sabahit. Kohën e syfyrit kanë kërku falje. E pejgamberi alayhis salam na ka tregu këtë në hadith autentik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu te barek ve taala zbret thot çdo natë në qiellin e dunjas, në pjesën e tretë të fundit të natës. Edhe thot kush lutet që ti përgjigjem, kush kërkon që ti jap, edhe kush kërkon falje që ta fali. Prandaj çka lutja është e veçantë, çka kohë është e veçantë. Edhe në fund ka thonë shkaqet e saj ka thonë janë salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Salavatet vëllezër janë shumë të rëndësishme në lutje. Pejgamberi alayhis salam e ka ndi një herë një person duke u fal, edhe nuk e ka madhruar Allahun azza wa jall, edhe nuk ka dërguar salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi alayhis salam vëllezër ka thonë për këto u ngut ky, edhe e ka ftu. Edhe pastaj ka thonë, i ka thonë atij po dhe tjerëve i ka thonë dikush kur falet për jush. Këtu është për qëllim çka lutja. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka thonë le ta fillojë me madhërim ndaj Allahut azza wa jall. Me lavdërim ndaj Allahut xhella xhelalu. Dhe thot të dërgojë salavati me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot e pastaj thot le të lutet atë që dëshiron. Do thonë ka disa njohuri, disa rregulla, disa udhëzime që duhet mi pas parasysh. Edhe në lutje. Prandaj dija është esenciale për çdo gjë. Edhe mu lut pas ka disa rregulla që e bën lutjen tonë më efektive.